edhe ke qenë dhe prokuror. Ju thot nuk ka oligark, edhe unë ndaj këtë me ju në Shqipëri, nuk ka oligark. Ka Biznesmen që kanë influenca politike, kanë për krah. Si që Shqipëri, po edhe në botë është kjo më dhe në Amerikë është. Edhe në Amerikë unë do jap atij që njeh, po nuk ja jap kundra ligjet e njëri tjetrit, po as kudo kjo me tarafesh kjo punë. Po jo ishte më neshë të bëj ligjin që restrukturizimi deri kaq €100, 100.000, 200.000 €, po dilla jep tjetër puna vet. Tash problemi dash. Berisha kohët e fundit ka marrë një qendrim jo për Edi Ramën, le të bijë Edi Ramës, edhe zgjedhjeve le të bijë. Po për Shqipërinë në Europë që thotë shqiptarët kanë kartele droge, shqiptarët janë çfarë tha tjetër më? Shqiptarët janë, narkoshtet, shqiptarët janë kështu. A kemi ne në konceptin juridik kartele droge? Në gjithë dashit. Me beso. Shqiptarët janë edhe nga përvojë do ta marrë rësitimin. Edhe nga përvoja një mesish prokuror, edhe nga antimafi që kam punuar deri në 2005, edhe të marrëdhënieve që kam edhe të njohurive që kam me kolegët e mi me të gjitha. Në Shqipëri ka krim të organizuar. Ka krim të organizuar. Kush e thot ndryshe? Ka, po themi, nuk po them organizata kriminale të kuptimit të mirëfillt. Po të strukturuar, që kanë vendimmarrje këtu e këtu të gjërat, por që kanë vendimmarrje në botën ose në nivele lokale. Të tendrave të poshtë gjërat e tjera. Por dikush është problemi që nuk kemi në narkoshtet. Pse? Sepse drogën nuk e prodhojmë ne. Droga nuk rri në Shqipëri. Konsumimi i drogës ose tregu i drogës në Shqipëri është një grusht. Këto janë, po kanë aktivitetin jashtë. Dhe vetmja gjë që vjen për Shqipërinë janë paratë që vinë këtu, të cilët edhe dje, edhe sot që tash sot janë edhe më shumë, po investohen në Shqipëri. Po që të jesh i sigurt që deformuar tregu dhe po mos jetë ky lloj tregu, parash gjithë gjërat kush di që të notën në këtë vend. Jam plotësisht dakord. Dajmë gjë. Pra, ka përgjegjësi shteti shqiptar për grupet kriminale jashtë Shqipërisë, belgjike. Shteti shqiptar ka përgjegjësi, qoftë policia, qoftë drejtësia, se ka ekzekutivi të gjë. Ekzekutivi përgatit ligjet për ndryshim kodit penal, kodit procedurë penale, i vend dispozicion drejtësisë, SPAK në rasti konkret dhe prokurorive dhe policisë, në institucion kuadrin ligjor, se nuk lufton ekzekutivi. Ekzekutivi policia, po nuk del të hetoj kryeministri apo të hetoj ministri i bujqësisë apo po themi parlamenti apo kryetari i parlamentit. E bën policia e shtetit, që ka struktura të krimit ekonomike të tjera, dhe bën SPAK dhe prokurorit. Këto janë ato struktura. Dhe një herë në vit, tani që ka më turp që këto brenda muajit qershor do të përfundojë raportimi i institucioneve pavara, kushtetuesia SPAK-u, kjo ILD-ja, KLP-ja, KLG-ja, prokuroria e përgjithshme, gjithë ato që do të vinë aty. Keni dorë ti si parlament, sepse vetëm llogari përpara parlamentit japit, as para kryeministit dhe as një tjetri, që ti kontrollosh ato çka kanë bë rezolutën që kelon një vit më parë detyrat, shikon kriminalitetin, rritje dhe shumë gjëra tjera. Pra që e ke mundësinë që ti të kërkosh llogari dhe të kërkosh shkarkimin e X-it. Prokurori i përgjithshëm apo kryetari i LD-s apo të KLP-s apo të KLG-s, pra ka mekanizmet shteti. Pra, dhe narkoshtet bën pastaj kur merr vendimmarrje, detyrojnë kryeministrin, detyrojnë kryetarin e kuvendit, detyrojnë ministrat, detyrojnë deputetët që të votojmë ligje për ato. Deri më sot mos kemi një presion për të votuar një ligj në interes të një oligarku, mua nuk e di, apo të një grupi kriminal. Të paktën kështu është. Pra unë nuk do dua, një minutë, unë nuk do dua që të them kurrë që nuk ka probleme, ka shumë probleme, por nuk jemi në të standard, në të stat të një narkoshteti.